Përshëndetje, unë jam Gabriela. Përshëndetje, unë jam Krisanti. Sot, ndryshe nga episodet e tjera, do të flasim për një temë të rëndësishme, Dita Ndërkombëtare të Drejtave të Fëmijëve. Si çdo fëmijë, adoleshent apo i rritur, kanë pyetje në veten e tyre dhe janë kurioz. Dhe për të folur për këtë temë, sot kemi nderin të ftojmë zonjën Eva Tare, specialiste zyra rajonale kundër diskriminimit. Përshëndetje, zonja Eva, mirë se erdhët në podcastin ton. Jemi shumë të lumtura që jeni këtu me ne. Përshëndetje. Ju uroj suksese. Faleminderit. Për këtë nismë që keni marrë. Ndjehem e privilegjuar që jam midis nxënësve të shkollës Raqi Qirinxhi, e cila është një nga shkollat më elitare të qytetit. Kështu që dhe nxënësit dhe ju jeni shumë të mira. Faleminderit. Ju uroj suksese. Faleminderit. Ne kemi organizuar disa pyetje për ditën e të drejtave të fëmijëve. Çfarë përfaqëson Dita Ndërkombëtare të Drejtave të Fëmijëve dhe pse është kaq e rëndësishme të kujtohet çdo vit? 20 nëntori është Dita Ndërkombëtare të Drejtave të Fëmijëve, pasi shumë shtete të botës kanë menduar dhe kanë vendosur që të gjithë fëmijët duhet të kenë të drejtat e tyre. Kjo është një nga ditët dhe një nga mbledhjat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara më të rëndësishme, sepse për herë të parë është bërë që fëmijët të gëzojnë në të drejtat, të jenë pjesë e shoqërisë dhe të mos ndjehen të veçuar dhe të diskriminuar. Po. Ne e dim që ka shumë të drejta rreth kësaj teme, po cilat janë disa nga ato themelore që fëmijët duhet të kenë sipas konventit së OKB-s për të drejtat e fëmijëve? Ashtu siç e thatë dhe ju, të drejtat janë të shumta, por më të rëndësishmet është e drejta që të kenë një emër, të kenë një familje, të arsimohen, të kenë dhe të jenë pjesë e vendimarrjes. Kjo e fundit për mua ka tepër rëndësi, pasi ne vim nga një sistem që është tepër diktatorial, ku fëmijët kanë qenë mosdi, hesht, nuk di, vendosin prindrit. Si ka ndryshuar ndërgjegjësimi për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri gjatë viteve të fundit? Atë që thash pak më parë, sa vjen, ne kemi hyrë në një shoqëri demokratike ku dëgjohet zëri i kujtdo dhe në përshkolla, me prindrit, me mësuesit, me gjithë grupet e interesit është bërë një punë mjaft e madhe, sidomos dhe vetë me nxënësit duke filluar që nga arsimi para universitar, ku fëmijët mësojnë cilat janë të drejtat e tyre, ato që përmendëm pak më parë, por mund të them që krahas të drejtave ka edhe detyra të cilat fëmijët duhet gjithmonë të zbatojnë në paralel me njëra tjetrën. Nëse ato nuk mund të zbatojnë, atëherë them që kemi një shoqëri jo drejt integrimit. Zonja Tare, ju keni shumë vite përvoje, por gjatë kësaj përvoje, cilat janë disa nga shkeljet më të zakonshme të drejtave të fëmijëve që ndodhin edhe sot? Para se të isha te ky institucion, te kjo punë ku jam sot, unë vi nga shoqëria civile dhe kam filluar punë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të grave që në vitin 2005. Ashtu siç e thash pak më parë që ne vim nga një shoqëri që ka qenë jo demokratike, ka qenë diktatoriale, ka qenë tepër e vështirë dhe përfshirja e fëmijëve dhe vështirësitë e fëmijëve ekonomiko-sociale që ata kanë hasur gjatë periudhës së tranzicionit. Kemi patur raste të ndryshme në lidhje me problematikat që janë shfaqur, kanë qenë është bërë një punë shumë e madhe dhe sidomos me komunitetet ato vulnerabël ku ne kemi parë gjithmonë shkeljen e të drejtave të fëmijëve. Një ndër to ka qenë regjistrimi i fëmijëve, pra kishte fëmijë që kishin lindur për shkak të hyrjes së demokracisë, prindrit ishin larguar jashtë shtetit, ndryshimin e emrit siç ka ndodhur rëndom për të marrë dokumentat ose për të patur një jetë më të mirë dhe bënte që fëmia të ngetleshe i paregjistruar. Mungesa e identitetit të këtyre fëmijëve, i këtyre fëmijëve ka qenë një ndër problematikat dhe një shkelje që ju është bërë në të drejtat e tyre. Shkelje tjetër ne kemi patur në të drejtën e arsimimit. Këta fëmijë për shkak të vështirësive që kishin familjet, kushteve sociale, ekonomike të tyre, që nuk mund të përballonin dot jetën, dilnin në rrugë duke u patur nga tutorët, mund ta them në thonjza, që i shfrytëzonin këta fëmijë, ku i çonin drejt lypjes. Kishte raste që kanë qenë dhe vajza të cilat i çonin drejt trafikimit.
Pra, situata ka qenë shumë e vështirë, unë e kam filluar në 2005-ën, fundi 2005-ës, fillimi 2006-ës, me një organizatë që ka qenë Terdezomje, e cila ka bërë një punë shumë të madhe në mbështetjen e fëmijëve. A mund të ndani me ne një rast ku jo se kolegët tuaj keni arritur të ndihmoni një fëmijë në një situatë të vështirë, le të themi? Ata që thash pak më para se të kanë qenë të shumta. Ne kemi patur fëmijë të cilët kanë lindur pa patur identitetin e tyre. Në kanë ardhur prindrit, kanë patur, nuk kanë ditur ku e kanë patur fëmijën sepse fëmia ishte larguar, janë lemëruar organet e ndryshme. Në atë kohë kanë qenë me policinë, kemi patur një bashkëpunim shumë të madh. Ka qenë më vonë shtapur zyra njësia për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, e cila është një ndër institucionet më përgjegjëse për mbrojtjen e këtyre fëmijëve, ku ne kemi bashkëpunuar fort, duke bërë mbledhjen e grupit teknik ndërsektorial që quhej në atë kohë, i cili ka në përgjegjësinë e tij dhe në gjithë përfshirjen e tij të gjitha institucionet që merren me problematikat dhe me zgjidhjen e këtyre problematikave që hasën, dhe në këtë rast ka qenë kjo tryezë ndërsektoriale multifunksionale që quhej në atë kohë, së bashku me Njësinë për mbrojtjen e fëmijëve, duke i vënë në lëvizje të gjithë gjetjen e fëmijës, qëndrimin e këtij fëmije për 24 orë në një organizatë që në atë kohë ka qenë Arsis, e cila ka qenë mbështetja kryesore dhe është në Tiranë, dhe më vonë pastaj është bërë deportimi i fëmijës në Korçë. Kemi parë rastet e fëmijës se si mund të ndihmoheshe nga të gjitha institucionet, të ndihmoheshe familjen në mënyrë të gjeneronte fuqizimin ekonomik të familjes për të rigjeneruar të ardhura familje, dhe më vonë pastaj të bëheshe regjistrimi i fëmijës në shkollë dhe të eceshe më tepër dhe integrimi. Po gjatë vitit 2025 ka pasur të këtilla raste? Gjatë 2025-s nuk mund të ka raste, por nuk janë të rasteve të abuzimit të kësaj forme, do të thonë rrëmbimit të fëmijëve siç kanë qenë në atë kohë kur unë sa kam filluar punën time. Ka raste të cilat janë diskriminuese tek puna ime në lidhje me shërbimet që mund të afrohen nga shteti, ku këta fëmijë janë në shkollë, mosmarrja e bursës mund të zë një rast që ne kemi ndjekur dhe kemi punuar fort si me pushtetin lokal, me pushtetin qendror, rekomandimet e ndryshme që kemi dhënë që këtyre fëmijëve t'ju jepet kjo bursë. Këto familje gëzojnë kriterin në familje në nevojë dhe janë mbështetur duke ju zgjidhur një problematik, duke u dhënë atyre një fond i cili i ka mbështetur për të ecur më përpara. Rast tjetër që ne kemi patur si institucion, nuk ka qenë në vitin 2025, por ka ardhur që nga viti 2015, ka qenë një risi e mbartur, ka qenë segregimi i shkollës në Infrashri. Për shkak të politikave të ndryshme që janë ndjekur nga vetë shteti në mënyrë që këta fëmijë të përfshiheshin në shkollë, të mos ishin jashtë vëmendjes, organizata të ndryshme jo qeveritare, si dhe vetë pushteti qendror kanë bërë që në kjo shkollë të bëhej fuqizimi ekonomik i familjeve, duke ndihmuar këto familje me paketa ushqimore ose në ndryshe quheshe me IGA, duke ju dhënë një fond që ata të fillon një aktivitet privat, bëri që fëmijët dhe familje që kanë qenë nga zona të tjera jo afër shkollës në Infrashë, unë nuk e dini ku ndodhet kjo shkollë, ndodhet në mes të një komuniteti të caktuar, siç është komuniteti rom dhe ai komuniteti egjiptian, dhe fëmijë që vinin nga zona të ndryshme që ishin larg për të përfituar familjet e tyre, i çonin te kjo shkollë. Dashi pa dashi, kjo shkollë ka qenë një ndër shkollat elitare, po të them para 90-s, sepse unë jam brez i vjetër, jam i atyre viteve dhe njoh shumë mirë se si ka qenë situata në atë kohë, filloi të bëjë një ndryshim. Pra, fëmijët e pjesës tjetër, nuk mund të përdor atë fjalën jo të komunitetit, largohen nga kjo shkollë
dhe shkojnë për shkolla të tjera dhe dashje pa dashje kjo shkollë filloi të kthehej në një shkollë që frekuentohej vetëm nga fëmijët e komunitetit rom dhe komunitetit egjiptian. Çfarë ndodhi në këtë rast? Filloi që fëmijët të mos kishin konkurrencë ndërmjet njëri tjetrit, të mos shikonin mësimin si një gjë kryesore, sepse arsimimi do t'i ishte një pjesë drejt integrimit të tyre në një shoqëri dhe gjithëpërfshirjes me pjesën tjetër, dhe bëri që këtu të mos kishim nxënës, të cilët kishin atë konkurrencë në vetveten e tyre. Kjo bëri që në 2015 kur unë kam filluar te institucioni komisionerit, një grup grash, të cilat ishin nëna të këtyre fëmijëve dhe filluan, dua të dal pak tek fjala që thash pak më parë, informimi dhe ndërgjegjësimi i një shoqërie ka bërë që ajo të ecë më parë, nuk është më siç ka qenë në vitet e kaluara. Kanë ngritur këtë problematik duke e sjellë tek ne si komisioner. Komisioneri ka dalë me vendimin dhe me rekomandimet në 2017 që po, kjo shkollë është segreguese dhe duhet të merren masa të menjëhershme për të ndryshuar këtë shkollë dhe të ketë gjithëpërfshirje. Nuk është bërë kjo gjë, ka kaluar në Strasburg, dhe Strasburgu në 2021, pra po të them nga 2015 deri në 2021 është një kalvar shumë i gjatë, ka bërë që kanë nxjerrë një vendim ku ka thënë po, shkolla në Infrashi është shkollë segreguese, do mbeten në fuqi të gjitha rekomandimet dhe vendimin që ka dhënë institucioni komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi. Në këtë moment është ngritur një grup pune i cili ka qenë me përfshirjen e të gjithë aktorëve të pushtetit vendor dhe pushtetit qendror, ku ka organizuar një plan masash në lidhje me desegregimin e kësaj shkolle, e cila po vazhdon dhe në ditët e sotme. Pra mund të themi që kjo shkollë po vjen drejt një rregullimi ku sot dërmëdje nuk kishim asnjë fëmijë të pjesës tjetër, të majorancës siç quhet, sot në atë shkollë kemi 13 fëmijë të cilët janë të këtij komuniteti. Gjithashtu kemi dhe fëmijë të cilët kanë mbaruar sistemin nëntëvjeçar, unë e monitoroj atë shkollë, kanë mbaruar sistemin nëntëvjeçar dhe janë futur në shkollat profesionale. Një është futur në gjimnaz. Kjo për mua është një arritje e vetë shoqërisë dhe vetë fëmijëve. Sa e rëndësishme është që fëmijët të mësojnë vetë për të drejtat e tyre që në shkollë? Ka një rëndësi shumë të madhe. Është thelbësore kjo gjë që po thoni ju. Pasi duke ditur të drejtat e tyre, ata shumë mirë mund të dinë si t'i kërkojnë në këto të drejta, por nuk duhet ta abuzojnë me ta. A mendoni se institucionet publike dhe shkollat bëjnë mjaftueshëm për të shënuar dhe për të kuptuar këtë ditë si duhet? Mund të them që le për të dëshiruar kjo gjë, sepse nuk mund të jetë vetëm dita e 20 nëntorit për të kujtuar që shiko fëmijët kanë të drejtat e tyre, por duhet të jetë çdo ditë. Pra në çdo ditë, si në familje, ne si prindër, po e nis nga vetja ime, ne si prindër duhet të shikojmë fëmijën jo thjesht si një objekt i cili duhet të jetë kukull dhe duhet të jetë të ketë gjitha ato që ne i themi, çfarë mund të thotë një prind, por dhe tek institucionet duhet që ato të ndërgjegjësohen dhe të mos e shikojnë thash fëmijën si objekt, por duhet të ndërgjegjësohen akoma duke e patur gjithmonë pjesë të integrimit të tyre në shoqëri, pjesë të shërbimeve që ata duhet të marrin, pra gjithmonë duhet të ecin hap pas hapi së bashku me fëmijët. Është shumë e vështirë, sepse akoma është ai brezi që unë e thash pak më parë, që është prindri ai që merr, është pjesë e vendimarrjes, është ai mësuesi që duhet të udhëheq, për mua nuk duhet të udhëheq mësuesi. Mësuesi duhet të jetë udhëheqës në kuptimin e fëmijët të jenë lider, dhe ata të jenë mbrapa atyre në mënyrë të mos i lënë për të gabuar ashtu siç duhet të bëjnë dhe prindrit. Ne kemi parë dhe kemi dëgjuar shumë raste që prindrit kanë abuzuar me fëmijët e tyre për lloj raste të ndryshme për interesat e tyre. Po, është e vërtetë. Po, është e vërtetë. Prandaj thash, e them me kishë ardhe dhe prandaj e thash që le për të dëshiruar që çdo gjë nuk është perfekte. Nuk duhet të kujtohemi vetëm në këtë ditë, nuk duhet të dalim me ato broshurat, nuk duhet të dalim në media vetëm datën 20 nëntor,
por ne duhet ta kemi vetë të kultivuar në vetën tonë që shiko, fëmia është pjesë me ne dhe fëmia nuk duhet ta shohim asnjëherë si objekt. Si mund të ndihmoj prindri, mësuesit dhe shoqëria në përgjithësim për t'i bërë fëmijët më të vetëdijshëm për të drejtat e tyre? Si mund të ndihmojmë prindrit? Dhe por jo dhe vetëm prindrit e mësuesit. Trekëndëshi mësues prindëzënës është i domosdoshëm në ecjen dhe në zbatimin e të drejtave të fëmijëve që dhe ai fëmijë të ndjehet mirë. Si mund të jetë kjo? Duke patur një bashkëpunim shumë të mirë. Shkolla. Për mua shkolla ka një rëndësi shumë të madhe. Sepse në shkollë ti nuk merr vetëm dijet, ti edukohesh. Familja ka rëndësi për mua shumë. Shoqëria ka akoma më tepër rëndësi sepse dihet që ta themi, do të thonë me fjalë sa më të thjeshta, ne jetojmë në një shoqëri që akoma ka padrejtësira, ka një shoqëri ditë për ditë dëgjojmë në media u vra, u abuzua me vajzën, u bullizua. Kohët e fundit kemi parë që vetë fëmijët brenda për brenda me njëri tjetrin ka patur vrasje që unë nuk dua ta përmend jo më pak se para disa ditësh ka qenë një vjetori i atij fëmije Martin Canin që është vrarë nga një shoku i tij. Kjo ndodh rëndomt për shkakun jo vetëm se familja ka ndikuar dhe shoqëria, sepse ne po rritim një brez i cili nuk po shikon nga vijnë të ardhurat, nuk e mendon që të ardhurat në shoqëri nuk mund të bëhen me gjëra të pista, nuk mund të bëhen me drogën, nuk mund të bëhen me prostitucionin, por ata shikojnë modele të familjeve të ndryshme të shoqërisë, tash mund të themi nuk mund ta fshejmë dot që këto në shoqërinë tonë, sidomos në Shqipëri, janë të shumta duke parë që kanë makina luksoze, prindrit e tyre, ata shikojnë veten e tyre që jetojnë në një familje të thjeshtë, pse dhe unë të mos arrit të krijoj. Fillojnë të krijojnë ato grupet e atyre fëmijëve që janë me prindër më të pasur, fëmijët e tjerë shikojnë me një sy tjetër, si e veshur, nuk e veshur firmato, fillojnë ato bullizimet nëpër shkolla, fëmia fillon të veçohet. Është shumë e vështirë, duhet punë shumë e madhe. Kjo ndoshta edhe fëmijët janë edhe e kanë atë dijen për këtë liri, po ata shpesh e shpërdorojnë. Këtë liri, kjo është shpërdorimi i lirisë, po. Prandaj vijnë vrasjet apo sherret, le të themi. Vrasjet, sherret, bullizimi, po. Nuk e di në shkollën tuaj ka patur bullizime. Por edhe mund të ketë patur, po zakonisht i mbajnë të fshehtë, shkojnë flasin me psikologe, ose edhe shumica nuk i tregojnë sepse mund të ndjesh i bullizuar, nuk ke atë guximin që të shkosh ta shfaqësh, ta shprehësh. Para disa ditësh kam qenë në një takim që ka ardhur një UN-i, është një organizatë ndërkombëtare që punon për të drejtat e grave dhe të barazisë gjinore. Kemi bërë një takim ku kanë qenë të ftuar përfaqësues të institucioneve të ndryshme, kanë qenë dhe përfaqësuesit fetar. Dhe më ka pëlqyer shumë fjala e një përfaqësuesi fetar të kishës ortodokse, ku u ngrit dhe tha, shoqëria jonë, këtë bisedë që ne po bëjmë sot, ne kishim lidhur me barazinë gjinore, ka filluar tha drejt degradimit, jo drejt integrimit. Një vajzë me nota të shkëlqyera, mësonte jashtë mase, kishte shkuar pranë këtij personi, është ajo që rrëfehet, si mund thuhet, dhe i kishte thënë që mua në shkollë nuk më duan dhe më bullizojnë. I kishin thënë fjalët nga më të ndryshme, një ndër të tjerat ishte fjala murgesh. Cila ishte arsyeja? Sepse ajo ishte nxënëse shumë e mirë, me nota të shkëlqyera, me nota 10 ekselente, nuk kishte të dashur. Po, siç kanë adoleshentët sot. Siç e kanë adoleshentët sot, nuk kishte të dashur dhe nuk pranoheshe nga klasa.
dhe ky zotëri e kishte marrë dhe i kishte thënë, ti je ndër fëmijët më të mirë dhe ti nuk ke as mëkate, as një gjë, por të vazhdosh në këtë rrugë, sepse edhe shokun e jetës ke për ta gjetur dhe ke për ta ecur në shoqëri. Pra, ja u mora këtë si shembull për t'ju thënë që shiko ku ne jetojmë. Domethënë dhe brenda në shkollë ndodhin gjëra të tilla. Unë mendoj se në Shqipëri kjo pjesa e bullizimit është përhapur më shumë se në shtetet e tjera. Ka dhe shtetet e tjera. Por ne shqiptarët jemi pak më shumë bullizues ose kemi atë mentalitetin ndryshe që gjithmonë djali dhe vajza djali duhet jetë në krye dhe vajza duhet jetë në fund. Kjo është në barazia gjinore, kjo është e kultivuar, është një nga tabutë që ne na ka ardhur brez pas brezi, sepse nëna tona, gjyshrit, stërgjyshrit, gjithmonë kanë qenë të nështruara dhe burri shikoheshe figura që sillte lek, burri duhet merrte vendimet, gruaja ka qenë e eshtur, dhe kjo ka bërë pastaj që vetë koha të vazhdoi dhe thuhet që shiko, djali nuk duhet bëj asnjë gjë, të gjitha duhet i bëjnë vajzat, djali duhet të qëndrojë, është burr, nuk duhet të qaj, se burrat nuk qajnë, pavarësisht se dhe ata kanë emocionet e tyre, i kanë të gjitha, dhe ata mundohen të mos i shfaqin. Njerëzore siç është vajza është dhe djali, por ne po mundohemi një çik sikur ata ti shikojmë më tepër. Po duhet të them diçka që kjo sa ka në kohët e fundit sa po vjen dhe po ndryshon. Deri dikur ne nuk mund të shikonim dot një baba që ta merrte fëmijën e tij, ta merrte talante, ta nxirrte me karrocë, ndërsa sot ne shikojmë që këta të rinj, këta baballar i përkushtohen familjes, duke marrë fëmijët e tyre, i shikojmë që bëjnë një pazar, i shikojmë që i shtyjnë dhe me karrocë. Ka dhe nga ata prindër që baballar që i mbajnë gjatë gjithë ditës sepse nëna është në punë dhe kujdesen si një nën, mund ta lajë një fëmijë të vogël, mund t'i bëjnë të gjitha shërbimet. Unë mendoj se pra ka filluar të ndryshojë. Nga Shqipëria ka qenë shumë kohë e izoluar, nuk ka pasur që të shikojë dhe shtetet e tjera si veprojnë, edhe kanë pasur edhe atë mentaliteti shumë të vjetër burra që nuk duhet të bëjmë punë të grave, edhe gjithë pesha i bie gruas. Dhe kjo është. Edhe tani duke parë dhe shtetet e tjera, por edhe duke dalja jashtë, fillimi i demokracisë, pjesa e informimit e ndërgjegjësimit, sepse shikojnë dhe si e shoqëria jashtë ka bërë që të kemi një ndryshim. Ndërgjegjësohen. Cili mesazh do të përcjellni të fëmijëve në këtë ditë të veçantë? Mesazhi që unë ju përcjell të gjithëve është: luftoni sa më shumë, mësoni të dini të drejtat tuaja, por paralel me to duhet të dini dhe detyra, sepse po mësuat vetëm të drejtat, nuk do të jeni një shoqëri të integruar, por do kemi degradimin e saj. Abuzojnë me të drejtat. Po. Dhe cili mesazh do të jepni të rriturve, prindërve, mësuesve apo institucioneve? Dëgjojni sa më shumë fëmijët, respektoni vendimin e tyre, edhe pse ai mund të jetë i gabuar, duke qëndruar gjithmonë pranë, do të bëni që ata të ndjejnë një vendosmëri për veten e tyre. Ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e podcastit tonë, që i dhatë edhe prindërve, por edhe mësuesve disa informacione që duhen si të kenë kujdes me të drejtat e fëmijëve, dhe nuk duhet të abuzojnë me fëmijët. Ju falenderojmë që ishit pjesë e podcastit tonë, ky ishte një nder për ne. Faleminderit ju që më bët pjesë dhe ndjehem e privilegjuar. Jo nder, por ju, po unë ndjehem e privilegjuar që jam mes jush. Shumë faleminderit. Ju uroj suksese dhe në podcastet e tjera. Faleminderit. Vazhdo të shihemi në episodin e 4 të podcastit. Mirupafshim. Pafshim.